Në nkurorën e pishave dhe me pamje magjepsëse nga kulla panoramike 360 gradë, Divjaka ka çelur zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2026. Përmes një ceremonie festive të organizuar nga bashkia, është shënuar nisja e një periudhe që pritet të sjellë një fluks të jashtëzakonshëm vizitorësh. Në këtë hapje sezoni, Parku Kombëtar Divjak Karavasta mbetet qendra e vëmendjes, ku qindra banor dhe turist kanë zgjedhur të festojnë mes gjelbërimit të pishave. Dalesa e parë e vizitorëve është padyshim gastronomia. Bizneset lokale premtojnë të njëjtën cilësi dhe çmim të pandryshuar nga viti i kaluar. Peshku i freskët dhe gatimet e zonës mbeten kryefjala e tryezave. Qëndroni te klasika sepse është gjithmonë më e mirë. Te gjërat e fshatit e gjërat bio se asnjëherë nuk i zgënjejnë. Divjaka ofron atraksione të ndryshme si xhiro me varka, një pyll të këndshëm për një shëtitje për videoklipe që ofrojnë te pjesa e dasmave, po ashtu kohët e fundit janë shtuar dhe pjesa makinave të retro, që është bërë një trend i ri në videoklipe, po dhe në një kënaqësi të njerëzve të përditshëm. Divjaka ofron në turizëm 12 muaj të vitit, siç dihet që Divjaka ka shumë gjëra të veta tradicionale, duke filluar nga ushqimet, nga fauna, duke filluar nga çdo gjë që ne ofrojmë. Laguna, pylli, bregdeti mrekullueshëm i ka të gjitha. Divjaka është trem në rritje. Divjaka ka gjëra të veta tradicionale që nuk mund t'i gjesh pas vend, duke filluar nga ngjalla, që është një ngjalë mrekullueshme që ofron vetëm Divjaka. Kemi futur bagi, bicikleta elektrike për turizmin. Përveç natyrës dhe ushqimit, festa ka vijuar në ritmet e këngëtarëve të ftuar. Sheshi është kthyer në një pistë vallëzimi, kryesisht për të rinjt. Bukur, më pëlqen shumë atmosfera këtu, edhe më pëlqen që bëhet festë. Çdo vit. Shumë bukur deri tani. Atmosfera është perfekte, është diçka që i mungon Divjakës. Edhe shumë mirë që ndodh një herë në kaq kohë. Pjesëmarrës në aktivitetin e çeljes së sezonit në Divjak ishte dhe përfaqësuesja politike e Partisë Socialiste të qarkut Fier Belinda Bolluku, e shoqëruar nga deputetët e zgjedhur të këtij qarku. Për mbarvajtjen e këtij sezoni, autoritetet vendore kanë marrë masa për pastrimin e vijës bregdetare e deri te mbështetja për bizneset. Divjaka nuk është më thjesht një destinacion veror. Shëtitjet me varka në lagun dhe aventurat në natyrë e kthejnë atë në një oazë të turizmit gjithvjetor.